vështira se këtë vendet e rajonit. Bile edhe liberalizimin e vizave. Edhe shpallën e pavarësisë se kemi pas më të vështirën për këtë vendet të rajonit. Edhe antarësimin FIFA, edhe antarësimin FIBA, edhe UEFA e tjerë. Pra, gjitha i kena pas më të vështira, po u punu shumë për me mërimi i bind akterë që na jemi vend që du të mi meritu këto elemente. Çka e kemi problemin momental është që jemi të punu shumë pak drejt standardeve të Bashkimit Evropian në krejt sektorët ku na du të mi përmbush standardet e BE-s. Në momentin kur na i plotësojmë standardet e BE-s, kemi me qenë shumë më afër. Dhe në momentin kur ti je afër dhe vjen momentumi politik, atëherë ne jemi shumë ma lehtë. Pra, unë nuk kisha dashur me e lanë shoqënin me një stand-by. Kam përshtypjen që një farë, kur fillon euroskepticizmi, fakt krenari me duket tash në euroskeptik, këto problemet e këtij mekanizmi që quajtur Bashkimi Evropian. Njerëz duhet me kuptuar vend që na nuk mundna me hinë në Evropë. Nëse nuk e kemi të ndërtuar që të fabrikën që u bë aferë korrupsioni për riciklim të mbetjeve shtazore. Pra, nuk hinë në Evropë pa e pas që ato. Po, e vërtet. Pra, nëse të vdek të ngorë një lop, po e përkthej në gjuhën popullore, nëse nuk e ki procesin e trajtimit të saj, nuk mundesh me hinë në Evropë. Nëse nuk i ki standardet e prodhimit të perimeve, sipas standardeve të BE-s, nuk mundesh me hinë në Evropë. Edhe që qyqet lopëve të shtëpia, Evropa ka standarde. Nuk mundesh me hi pa to. A i kemi na këto për momentin? Jo, nuk i kemi. Dhe që kjo është arsyeja pse na nuk mundna me eksportu mesh në Evropë. Për shkak se na nuk i kemi ndrejt fermat tona sipas standardeve evropiane. Nuk i kemi ndrejt fabrikat e pulave sipas standardeve evropiane. Prodhimin e qumshtit ka një problem sipas standardeve evropiane dhe për çfarë arsye, mungesë të shënuar kapaciteteve, na janë ato e pa trendin që njerëzit të cilët janë prodhimtarë në Kosovë janë tu eksportu prodhimin e tyre. Pra janë tu dalë tu i çu fabrikat në vendet e Evropës. Se biznesmen